2 ditë pas tragjedisë në galerinë e Hidrocentralit në Qafmoll të Mirditës, ku humbën jetën 3 persona, punëtorët e kompanisë turke kanë dalë në protestë për kushte më të mira pune. Rreth 200 punëtorë janë drejtuar zyrave të qendrore të kompanisë turke, duke kërkuar arrestimin e përgjegjësve të tragjedisë ku humbën jetën 3 persona, mes të cilëve 2 shqiptarë dhe 1 turk. Punëtorët theksojnë se do qëndrojnë në protestë derisa kërkesat ndaj firmës të plotësohen, në të kundërt nuk do të vazhdojnë punën. Janë 3 viktima dhe mos më shoqërohet një shkoje po kanë prisë orë apo kanë mush gjepat me lekë kjo ose lekë kanë të. Unë nuk e kuptoj kush janë prokuroria lekësh. Gjitha pronat që janë marrë këtu janë marrë me strategji duke krijuar vende pune dhe duke ja u rrëmby pasi lloj shpronësimi. Tu vinë e punojnë me pasaporta turistike. Turistë në Shqipëri, veç tu ka po vinë turistat e të punojnë e të na sklavërin ne. Shpoje futi dinamit hes përpara, pasi lloj sigurie, sa? Asnjë kemi kontratë. A ditë që kemi vazhduar para një vjeti? Protestës së punëtorëve janë bashkuar dhe kryekomunari i Kaçinarit, Petrit Bardhi, si edhe një ish kandidat për deputet i Partisë Socialiste, që i ka mbërthirrë qeverisë të reagojë përballë këtij skandali, ku punëtorët shqiptar trajtohen si sklever. Ne nuk na ka mposht turku 500 vjet, ka një firmë, si quhet firmë Sudje, si po ju merr ka 500 euro për njeri, ka 500 euro kanë paguar për njeri këto punojnë me vazhdo punën. Janë të zezë, punojnë pa kontribute, pa kontrata. Protesta e punëtorëve është monitoruar nga forcat e policisë për të eliminuar çdo incident të mundshëm. Nga ana tjetër, është bërë ditur se policia e Mirditës ka shoqëruar rreth 20 persona, pjesë e administratës së firmës turke, por nuk ka ende asnjë të ndaluar.